Pas një pauze 17 vjeçare, Kroacia po rikthen shërbimin e detyrueshëm ushtarak, megjithëse në një formë të shkurtuar dhe të modernizuar. E njoftuar gjatë një konference për shtyp në Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare në Zagreb, iniciativa u prezantua nga zëvendës kryeministri dhe ministri i mbrojtjes, Ivan Anušić, së bashku me shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura kroate, generalin Tihomir Kundit. Stërvitja bazë ushtarake TVO e re do të zgjasë 8 javë dhe do të zbatohet nga të gjithë qytetarët kroatë që mbushin 19 vjeç në një vit të caktuar, shkruajnë mediat kroate. Stërvitja do të zhvillohet në kazerma ushtarake në Knin, Slunj dhe Požega, duke akorduar deri në 4000 rekrut çdo vit në 5 grupe. Siç bëhet e ditur më tej, rekruterët do të marrin një pagesë neto mujore prej 1100 euro dhe koha e kaluar në stërvitje do të llogaritet në vitet e tyre të punës. Femrat nuk i nënshtrohen rekrutimit dhe stërvitjes bazë ushtarake, por ato mund të ndjekin stërvitjen ushtarake bazë vullnetare, e cila është një nga kushtet për pranim në shërbimin aktiv ushtarak. Trajnimi do të përqendrohet në aftësitë kryesore ushtarake, siç janë trajtimi i armëve, lëvizja, komunikimi, mbrojtja, reagimi, fitnessi dhe stërvitjet luftarake. Rutinat ditore janë të planifikuara në mënyrë strikte, duke filluar në orën 6 të mëngjesit dhe duke përfunduar në orën 22, me fundjavat pjesërisht të lira. Rekrutërve nuk u lejohet të largohen nga kazerma, përveç se me miratim të veçantë. Është shumë e rëndësishme të theksojmë se ligji përfshin dispozita për përjashtime dhe shtyrje. Ata që janë ligjërisht të papërshtatshëm për shërbim, si dhe individ që i nënshtrohen dhënieve të caktuara të procedurave ligjore, janë të përjashtuar. Shtetasit e dyfirës që kanë përfunduar tashmë shërbimin ushtarak në një vend tjetër, kadetët e policisë dhe personeli fetar që kanë bërë zotime, gjithashtu mund të përjashtohen me kërkesë. Studentët mund ta shtyjnë shërbimin e tyre deri në moshën 29 vjeç, ndërsa atletët, praktikantët e punësuar, individë që jetojnë jashtë shtetit ose ata në familje pa të ardhurat të tjera, gjithashtu mund të kërkojnë shtyrje. Shtyrjet jepen gjithashtu dhe për martesë, lindje ose vdekje në familjen e ngushtë, me kusht që kërkesa të dorëzohet brenda fateve të përcaktuara ligjërisht. Në kategorinë e veçantë, njihen për ata që kanë kundërshtime për arsye morale ose vetare. Kandidatët e miratuar do të kryejnë shërbimin civil në vend të saj, 3 muaj në mbrojtjen civile ose 4 muaj brenda strukturave qeveritare lokale ose rajonale. Megjithatë, kundërshtimet mund të refuzohen nëse nuk justifikohen siç duhet.